Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se po takohemi edhe sonte në Fanzone, edhe sonte jemi mes miqve tanë shumë të respektuar, edhe çdo ditë po bëhet edhe më interesant. Kampionati botror pasi që tash kanë filluar ato ndeshjet e eliminimit direkt dhe po afrohemi, po e them kështu ditë mas dite deri në fundin e kampionatit. Por fillimisht ne do t'i prezantojmë mysafirët për sot. Siç e dini, në Fanzone nuk sjellim gjithmonë kështu futboll, po sporte të ndryshme, edhe kjo e bën kështu edhe më unike këtë Fanzonën, kështu që sot kam kënaqësinë që në anën time të majt ta kem zonjën Adelaida Prenga, e cila është kapitene e kombëtarës në voleyboll. Mirë se keni ardhur. Faleminderit që jemi mbrëmje. Faleminderit. Gjithashtu me neve është edhe Lori Giljazi, trajner i kombëtarës në voleyboll te femrat. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej. Faleminderit shumë. Ndërsa në anën time të djathtë është kushtrim Bajraktaraj, nën kampion botror në bodybuilding, disa tituj kampione, jo vetëm një. Mirë se ke ardhur. Mirë se ke ardhur. Kushtrim. Faleminderit shumë. Dhe kolegu jon, gazetari i sportit Fatas Dili, mirë se ke ardhur Fatas. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për kohën edhe për mundësinë, por ne fillimisht si çdo natë tjetër do ta sjellim kalendarin para se ta fillojmë bisedën këtu në studio. Këto janë ndeshjet e ardhshme të dashur shikues. Spanja do të zhvillon ndeshje ndaj Austrisë, pastaj Portugalia drejt për drejt në Radio Televizionin e Kosovës edhe në Valja do zhvillojnë ndeshje me Kroacinë, një duel shumë interesant, ndërsa Zvicra e Granit Xhakës do të ketë punë me një kombëtare shumë të papërshtatshme që është ajo e Algjerisë. Pra këto janë ndeshjet, ndërsa tashmë është koha që para se të kthehemi këtu në studio, të shohim golat e natës brëmshme, edhe po i shohim bashkë ato e pastaj kthehemi këtu bashkë. Jemi kthyer në studio të nderuar shikues, para se ta fillojmë bisedën, ne do të sjellim gjithë sponsorët e artë që kemi në kuadër të këtij botrori. Do të fillojmë me të parën. Starcarda është më shumë se një kartel, është liria për të menaxhuar financat tuaja sipas nevojave. Me Starcard ju mund bleni deri në 24 këste pa interes te partnerët e tepit, gjithashtu të kryeni pagesa të sigurta brenda dhe jashtë vendit, si dhe të tërheqni paratë të gatshme kur ato ju nevojiten. Pastaj bira më e mira në vend, Bira Peja i shoqëron në sonte adhuruesit e birrës dhe të futbollit, ashtu quajturit birë bollerat me motën s'ka lidhje, a hupi ma fitojna, gjithë kupa është e jona. Botrori sjell emocion, pasion dhe momente që mbeten gjatë në kujtesë. 40 kafe është krenare të jetë pjesë e çdo ndeshje dhe çdo feste, sepse gjithçka që ju duhet për të shijuar futbollin është një 40 kafe. Një falënderim i veçantë shkon për kompaninë Meraj, e cila u kujdes që çdo moment të këtij kampionati ta bëj edhe më të shijshëm. Gjatë këtyre ditëve plot adrenalinë dhe gola, mos harroni të shoqëroni ndeshjet e juaja të preferuara me shijen unike dhe cilëtetin e padiskutueshëm të arrave, frutave, thatave dhe farave Meraj, shije që bashkon mesht para ekranit. Këto produkte i gjeni anën banë marketeve të Kosovës, të përfaqësuara nga distributori ekskluziv për Kosovë, ERC Trade. Mirë, kthehemi në studio me miq, siç thash, sot kemi edhe voleyboll, kemi edhe futsal, po kemi kështu pak edhe bodybuilding. Kemi sporte ndryshme, po e do rendit fillojmë me Adelaidën, e cila pra thash është kapitene e Kosovës në voleyboll, edhe besoj që normalisht si çdo sport tjetër e futbollin e përcjell apo jo. E përcjell, nuk është se jam shumë fanë e futbollit, ose mund të them jam fanë më shumë e ndeshjeve që janë me penalti, por që unë i kam dy nipa të vegjël, i ndjek shumë edhe jam më shumë e informuar nga ato, kështu që botrorin unë jam edhe fanë e Brazilit, që e vogël me familjen, kështu që kur kam mundësi shikoj ndeshjet me shumë kënaqësi. Mirë shumë, ndodh kjo edhe me juve Lorik, se është ju vjen shpesh, është normale, fuqia e futbollit, sidomos e kampionatit botror, në gjithë rrezullin toksor është e detyrueshme që të involvohesh dhe të jesh edhe pjesë e saj. Normalisht është e pamundur që mos përcjellet një kampionat botror ose mos shifet, por normal neve s'na mundson edhe koha që të jemi shumë
për cjellës të mëdhej, po Për shkak megjithatë të autorarit këtë vit është pak ma ndryshe. megjithatë do të thotë ne mundohemi që disa ndeshje normalisht ato që na interesojnë më shumë. Unë jam fan si Gjermanisë, kam qenë gjithmonë, po kohët e fundit është Zvicra ajo që na i merr zemrën më shumë, pikërisht pasi aty i kemi edhe Granit Xhakën, edhe shumë shqiptar përpara, kështu që ajo është ajo që na ngren ndoshta edhe më shumë ndonjëherë. Cili ka qenë kampionati i parë që e ki pa në futboll? Kampionati që e mbajnë mend është ai kampionati kur Roberto Baggio e humba të penaltin, duke 94 nëse zgaboj. Sepse atë kohë do të mbaj mend atë kampionatin i cili mbetet si kujtesë. Ka qenë kështu... Ka qenë një kampionat, do të thotë si normalist, si fëmijë i cili edhe mbetet kujtesën time me ato penaltit në fund e mbajnë mend edhe Baggio kundër Brazilit, nëse sa më kujtohet tash se normalisht edhe kujtesa pak, po është ajo do të thotë ai kampionati që si e mbajnë mend si i pari për cilën ndonjëherë nga unë. Ishte një mësafer këtu një ditë edhe kur e pyeta për këtë pyetje tha po më pyet sa vjet i kam, se kështu sa më herët po e tregon kështu po lidhet me këto vjetë. Sa që më të regova sa i vjetër. Ishte Adriatik Stavileci, si doganës edhe tregoj që i ka po një kampionat kështu shumë, edhe me vite mas një nga tregoj edhe tash i thamë që ndoshta vitet tash Adriatik po shkojnë shpejt, tha po i tërheq i fjallë, tha se po e shata që i kom po do vjetë. Për Fatosin e di që është tjeri, kështu që Fatos nuk besoj që ndoshta 2002 ka qenë kampionati i parë. Ne maj men në lojën Holland, Serbi, 6-1, 2001. 2000. I vjen, i kom pas 9 vjetë, edhe atë kohë kemi dalë me plisa, me festu atë ndeshje, edhe e di që jonë konë një 2 të pa nëzit plisa, edhe janë më sa isha durë se pi të pa në tim shumë. Kjo më kujtohet, këtu Patrick Kluivert ka të gola. Kjo, po për mu këj kampionat është pak më i veçantë, sepse tash po e shikoj me djalin tim, unë nuk e di ka i ka ardha i vullnet për mesin, a i 5 vjetë qanë të atë ditë kur e hupi penaltin, edhe pëse po qanë tha po boni me hile tha portieri, se u gju bashkë që ne i kushutoj. Për shumë interesant. Po duket interesant, mirë po këto urte vona s'po na pëngojnë. Po, ju mundesh me folë se te kushtrimi, se kemi Gjekin kamermanin në shkruj shpejt. Për atë po? Po mendoj që këto orët e vona nuk po na pengojnë të shikojnë futboll bukur, duke ditur që të gjitha kombëtarët janë bërë, domethënë pothuajse në një nivel, duke ditur që futbolli ka evoluar mirë po. Patos kemi pak probleme me mikrofon, po kalojmë te kushtrimi disa ta rregullojnë. Se më thanë që kushtrimi ka problem, po këtje ga kundërta. Kushtrim cili është ka drejt Gjeki. Dëgjoj, mas ju futëm këtë farë punën historiku të futbollit, unë po du mu lidhë me ato, dhe unë ko gjatë do vjeti pas me shtashti, e moj me mirë kampionatin 1994, po qka është një sen interesant, bili nuk mujta me siguru një fletorit 1998-ës, i kom post shenu me kush ka lujt, kur ka jep gol dhe në cilin minute ka jep gol. E kom përcjell kështu fund të ngryt. Kështu me statistik. E kom përcjell kështu me vëmendje dhe e kom prit, do më thonë aty në dhomë, e moj men, tash t'i ka një vjetë futbolli kanë rru qasje si kur se zdo sport tjetër. Mas mire po e spjegon këj kampionat botnor dhe pëse unë i kom përcjell regullisht kampionatet botnore gjitha, dashnija e parë jem janë sport dhe kom futbolli. Kom lujt shumë futboll. Si krejt. Shumë po si krejt. Futboll të vogël, si dhe mos kom lujt shumë. Edhe po më pëlqen që tash ti mos ka favorite, për shembull si përpara tash. Kur të nalëm të ekipet favorite, unë personalisht i kom pas 3, se me një pak është 3 qështu. Brazilin e dojmë kretë, kush e dën futbolin e dën Brazilin. Mirë, po unë e kom dasht Portugalin, po jo për Ronaldon, po për Fegon e vjetër, edhe Hollandin, për shkak se ka jep futboll të mirë, holandez gjitha kanë boj futboll të mirë, edhe pse tash kohë fundit është pak e çuditshme e kombëtarët që ka po ndodhur me ta, mirë po e kom pasi farë simpatie për ata vllaznit De Boer, Frank De Boer, Ronald De Boer, nëse si hopi emnat Davicia, Mesyza, Kluiverti, Van Persie, janë ka një farë strukture që për i me kanë jep futboll kështu, kanë jep spektakël. E tashti Fatosi mirë, pa tash deshte me zdeshte në fëmija për nashtim valla. Për me pa... Po do të më nej që u të mi që një orat notës për me pa. Me pa. Pa do të me bërë, se kem të djallis, po dhja aje dëgju, po të ta jo mbet.
po mendoj nëse po dënë më referu sa kom dalë me Lerikun në moshë që po të vitin 2001 me mbaj mend që e kom përcjell bili për herë parë kom mbushë edhe album, s'tash më kujtu. Këto albumet halan fort, Po, se po isha fëmijët kështu që po edhe tash shumë zërë me i qëllu, atëherë jëmë konë ma lirë, tash po kushtojsh ma shtrejt. ma shtrajt, e vërtet. Po atëherë si kom vle, mu ka ndohë gjithë lirë, tash që pi vlej për djallin, po më do kënë shtrejt. Po mendoj që kjo kampionat është pak ma ndryshe se tjerë, duke ditur që unë u bu një farë nivelizimi edhe i kontareve, sepse më herët, po mendoj favoritët e kemi ditur shumë herët kush mundet, ku mundet me arrit, kurse tani ju për e sheni që një Maroko dhe më thonë po del që tjetë një superfuqi, e që kërkush nuk e ka llogaritur apo menduar, sepse si që thanë edhe parafolësit, Brazili, Gjermania, Holanda, edhe pse s'ka fituar kur gjithmonë atje ka qenë në ato finalet apo gjysmë finalet. E mendoj që këtë herë favoritët janë gjithë ata që bëhen pjesë e këtij kampionati. Të flasim edhe për favoritët, po në fan zone, kjo është e qëllimi, kemi edhe muzikë, edhe pjesën kështu përcjellëse të saj. Sot do ta bëjmë një promovim të një këngë, si isha duke rëzu. Për pak, Shpend Leshi është një artist, një rocker, edhe shumë i respektuar, për ndryshe Shpendi ka qenë një prej atyre djelmoshave në luftë, qofse e dini edhe shumica besoj e din, djemve të asfaltit në Gjahov, ka qenë pjesëtar në luftën e fundit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, është një rocker, një muzikant shumë i talentuar, edhe ka promovu këngën e tij të quajtur Flokët, kështu që po e shohim premierë në Radio Televizioni i Kosovës, pastaj do kthehemi të flasim normalisht për futboll. Jemi rikthyer në studio, pra pam premierën kështu të Shpend Leshit, të këngës së tij të quajtur Flokët, edhe do ta vazhdojmë rrjedhën e emisionit edhe të fanzonës, do jemi te Adelaida. E tham që për shkak që është edhe kapitene në volejboll, normalisht që sportet jo të ndryshme, po gara është gjithmonë gara, po jo, kështu në aspektin sportiv. Është kjo, s'po e them të masovizimi gjithmonë të futbollit, po kam përshtypjen që kur je sportist, gjitha sportet i lun mirë. Sidomos këto volejbolli lidhet shumë me basketboll, lirik edhe kjo pjesa ka ndodhur kjo? Unë jam pak fanatike shumë e volejbollit, sigurisht e pëlqej gjitha sportet, edhe është gjë shumë e bukur të merresh me çdo lloj sporti, por që për të thënë drejtën jam shumë e fokusuar dhe pëlqej volejbollin, edhe jam edhe marr pjesë edhe në beach volley, ku është volejboll në plazh. Po. Por që edhe sportet tjera, patjetër i shikoj shumë, do më pëlqen dhe shumë tenisi, më ka pëlqyer gjithmonë kështu e vogël, por që... Si ke provu futbollin asnjëherë? E kam provu se unë fatmirësisht kam pas edhe babën futbollist, kam xhaxhaj në Kroaci, çunin e xhaxhajit. Çka është kjo punë që gjitha këto volejbollistët babojnë kështu, o futbollist o basketbollist, e patëm edhe... Fati madh. Kështu fati madh. Ka ndiku kjo në sport, në tradit kështu? Unë kam edhe 2 motrat e mia volejbolliste, po ashtu edhe mami ka qenë volejbolliste. Sigurisht që nuk është se ka ndikuar, është thjesht fryma e sportit, por që ne duam shumë gjitha si edhe bashkë me motra, kështu që është gjë shumë e mirë të merresh me sport, aq më tepër me volejboll. Po më njofton Artani që ke edhe agjën në Kroaci, ke pas me Ardian Koznikun, apo me legjendën e futbollit shqiptar. Po, ka edhe çunin e vet për futbollist. S'ke mujt me ikë për futbollit. Edhe kështu ka ndodhur edhe me e di kështu njihemi shumëti, po edhe ti është që je kështu shumë besnik i volejbollit, pavarësisht. Është shumë normal, do të thotë ne përveç jemi besnik, tash detyrohemi që të kemi rezultate, që të jemi të angazhuar jashtëzakonisht shumë. Ne tash edhe volejbolli edhe çdo sport, do të thotë mendojmë që në garat tona të jemi sa më lart, ta zhvillojmë vendin tonë. Për fat, ne kombëtarja e Kosovës tash kemi arritur edhe ndeshjen e fundit kvalifikuese që të arrijmë edhe fitore historike kundër ekipit Malit Zi, një ekip shumë i fuqishëm. Gjithashtu ne kemi arritur që ndeshje miqësore ta mundim edhe Shqipërinë edhe Maqedoninë, edhe unë gjithmonë kam thonë që spari që t'jesh që të kalosh rrethin e parë duhet ti mundesh komshitë tu. Ne këtë vit kemi arritur, do të thotë që t'jemi më të mirë se shtetet që na rrethojnë, përveç shtetit
armik me cilin ne nuk zhvillojmë ndeshje, po megjithatë ne do të thotë si kombëtare kemi arrit një ngritje të jashtëzakonshme e cila tregon do të thotë vlera për tarmën. Ne kemi pas fatin, unë si trajner kam pas fatin që me volejbollin të jemi edhe pjesë e kampionatit botëror kvalifikime dhe e dim rëndësinë, është normale sepse fuqia e futbollit në botë është e jashtëzakonshme, po megjithatë do të thotë këto gara janë knaqësi për çdo sportist, për çdo individ që është pjesë e kvalifikimeve ose pjesë e këtyre. Ne shpresojmë ëndër e jonja është që një ditë edhe Kosova gjithashtu në gjitha sportet, sepse ne duhet të kthehemi edhe te futbolli tash, ku ne gjithë duhet ndihemi krenar, sepse Kosova për një ndeshje nuk ishte pjesë e kësaj dhe sikur ta mendoshim këtë para do viteve, kishte qenë e pamundur ose kishte qenë ëndër që ne thomi që do të luajmë në play-offit në Prishtinë dhe të kvalifikohemi për kampionatin botëror. Kurse këto ditë për Kosovën kanë ardhur, për futbollin e shpresojmë që në tarmën e futbollit, po edhe gjitha sportet tjera, të jemi pjesë e këtyre eventeve kaq të mëdha dhe kaq të rëndësishme në botë. Ku shpreh dashuria ose ku ka ndaj shumë besnik kështu Loriko, është që ky ka qenë pjesë e dritës në futboll. Edhe s'ka mujt me qëndru u kthy prapë. Po, unë kam qenë pjesë edhe e kanë futbollit. kritika zyrtarët e dritës, pse nuk po e rikthejnë edhe një. Pse ndetis kanë marrë, të kanë ftuar jo? Jo, është normal, tash unë nuk jam pjesë e dritës, unë kam pas fatin që 6 muaj jem edhe në udhëheqje, do të thotë në ato pozitat e larta në fillimin kur miqt tonë dhe dashamirët e sportit, ata që ndihmuan shumë klubin e futbollit Drita, që sot gjendet në Evropë çdo vit tujse radhë, dhe histori që ka bërë me dritën, do të thotë 2 donatorët dhe 2 presidentat legendarë, mu të them lirisht, që kanë bërë shumë, Valon Murseli dhe Flamur Bunjaku, edhe gjithashtu edhe udhëheqja. Unë kam pas fatin që t'jem për 6 muaj, 6 deri një vit, se tash nuk e di sakt pjesë udhëheqëse e klubit, po megjithatë të ndjem krenar që kam qenë dhe ndjem krenar sot me ata që janë dhe punën që e kanë bërë, ku e kanë sjell dritën që është ekipi jonë normalisht që sot është një ndër ekipet më të mëdha. Po mos harro Urdhë? Dashnia ja ka mujt më shumë, ka pas dashni në anën tjetër më shumë. Volejboll, e vërtet. Po, është normal, po. Dashnia ndaj dritës do thotë na nuk shuhet kurr. S'ka lidhje futbolla, volejbolla. Unë kam të dashni të veçantë për dritën, do thotë sepse drita o pjesë e jetës tonë që ne kemi kalu. Na do thotë në Gjilan kemi jetuar me futbollin, kemi jetuar me sportin, po kemi jetuar me dritën. Për fat mirë do thotë tash që kemi edhe një klub tjetër që është Gjilani, po unë jam intelektual i përbetuar dhe. Veç mos harro dhe Valon Zëmirin se ti dhnohet. Sa i ne dhnohet pas i bash. Kështu që vë për atë. Kështu që ata presidentat kanë vërtet që kanë kontribuar me Valonin mos harro. Se ti dhnohet. Valoni o pjesë e futbollit dhe ai ka qenë me mua edhe në kombëtare bashkë. E vërtet, plus edhe volejbollist ta kanë përmend. Mirë, të dashur shikues do kalojmë këtu te kjo pjesa e ledit e vefaqja jon, këtu te rtlive.com, mund të hini te sporti edhe te botërori 2026, po jo vetëm për botërorin, po ka dhe informata të tjera që lidhen edhe me sportin e Kosovës dhe të rejat e përgjithshme hapas hapi, edhe të klubeve në këtë rast si Malisheva që do zhvillojnë ndeshje pas disa ditëve me vllazninë e Shkodrës, po edhe informata të tjera në lidhje me futbollin dhe sportin në përgjithësi. Shkojmë në marketing dhe kthehemi përsëri bashkë. Kemi rikthyer në studio të nderuar shikues edhe bisedum pak për volejboll, po që po do mund dalë edhe te kushtrimi te profesionet e mysafirëve në përgjithësi. Edhe kushtrimi ju jeni nën kampion botëror në bodybuilding, po që keni jo vetëm një herë, po 2-3 herë edhe shumë çmime të tjera që po shkon kështu puna dhe gjithmonë jemi te sporti, pavarësisht që jemi në kampionat botëror, secili profesionin e vet. Po, është faktu, ne merrem me bodybuilding edhe para si marr këtu, po i them Martonit tash na var skemi, thashun, çka do të fol për futboll. Po realisht, sikur çdo sport tjetër është disiplina dhe rregullat i ka të veta. Edhe pa rregulla dhe pa disiplinë është e pamundshme me funksionu asnjë sport. Mirë, po pavarësisht për kësaj ne prap po e them që futbollin e kam pas sportin e parë dhe vazhdoj sot me dashur. Fatkeqësisht sporti jon i bodybuildingut është sport që të kufizon shumë, për shkak se duhet me pas një kujdes të veçantë, sidomos te aspektin e lëndimeve, nuk na lejon më bëj shumë kësifar aktiviteteve tjera në sporte tjera, pavarësisht dëshirës, për shembull mos keju
i kom diku një 16 vjeç, s'kom skiu, sepse aty një herë lëndohesh edhe shkon. E njëjta gjë ndodh në futboll. Tash djali e kom 8 vjet, e kom angazhu në futboll edhe besoj që çdo vikend katon e shijoj atë kënaqësinë me to se ai s'po mund të më vrap, s'po mund të më vlendu me to që aty po luaj bashkë, po kënaqem. Mirë, po masi që të përfundoj, menoj karrierën si garus, prap do i kthehem fushës Gjelbert me mes edhe shok të vjetër, më lujt kështu për qef, më bo qef se futbolli për një me është sport që t'jep emocion. Është për dallim për i krejt sporteve tjerë, se cili sport e ka të karakteristikën edhe ato veçoritë e veta, mirë, po menoj që futbolli definitivisht është seni më i miri për i krejt sporteve, se e ka një emocion veti dhe e ke po, i bën 40 vjetë dhe që aty të lujtë futbol, veç kur ja nis jo penal, jo faul, jo pa gol, jo se pa gol, i ka do senes që për një me është interesant. A është ma lirë më marrë me bodybuilding a me futbol? Ja, me futbol, definitivisht. Me futbol, a? Ja, me futbol. Se ku janë proteinat, ku janë këto? Sport jonë është sport Tiranë, definitivisht, për këtë arsye dhe fatkeqësisht në Kosovë dhe në Shqipëri është veç në zhdukje, sipër nuk kanë faj rinia, nuk kanë faj sepse ne e dim për me zhvillu sportin në bodybuildingut me kushtet në cilat jetojmë në Kosovë shumë vështirë. Edhe rinia sot nuk e di ndoshta sportet tjera që shqendron, nuk po du më s'opozu më gabu, mirë po sa i përket sportit fitnessit dhe bodybuildingut nuk ka motri që sakrifikojnë shumë për më arrit diçka. Sot rinia ma shumë është e fokusuar më rrit diçka shpejt, më paraqit diçka shpejt edhe më kon dikush i shpejt. E në sportunin s'ka ashtu. Jo, sa ki shpenzime mujore kështu? Shumë shpenzimet janë të mërshme. Me këtu? Adin, nuk po hi me vlera, kështu më folë mirë, po... Po, ka shpenzime shumë? Ka shumë, po. Fatos, është ma mirë me futbol të madha me futsal? Se për shpenzimet kalzajone për këto? E kom një histori, kur jam kon aktiv gazetar, edhe kur më fëtojshin njëni prej kolegëve t'ju ka qenë pjesë e futsalit, kështu edhe kur më fëtojshin me i gjiru ose me i bo histori kur që më shku. Qashinati ja kom pas futsalit, por që i bëjnë e 15 vjetë zakonisht njeriu edhe si futsal, menej që në Kosovë sidomos pa dasht, adin se cili e folë për atë unë vetë, veç unë menej që është sport nacional. Do më thonë, ju eshin edhe një kompani me vogla, si t'i bënë 12 vetë shkën lumë futbol të vogël. Tu e ditë edhe vitet vetë fundit, kemi sukses t'jasë zakonshëm, edhe pse unë nuk jam ai i cili mbaj natë edhe jashtë fushës, kur është njëp hakëm, shembull kemi skuadrat dhe rivalit tonat që vitin e fundit kanë qenë kampion, që janë 16 skuadrat më të mirat në Evropë, kanë kalu në Elite Round. Palestrat tona janë të mbushura, ne kalojmë këtë sportet me shikueshmëri, pa modesti, edhe basketbolli ka vetëm në play-off, ne kemi gjatë gjithë vitit shikues. Edhe është atraktiv. është shumë atraktiv edhe për urjet nga jashtë, do më thonë që i bim se cili klubi ka 3 apo 4 lejtarë, ose brazilian, ose kolumbian, ose do më thonë pjesës tjetër. Po e bojnë më atraktive. E bojnë shumë atraktive, po edhe mësojnë lejtarë tonë, mirë po ne vendorët i kemi shumë të fort. Do të thotë ne e kemi një batut mes klubeve sa dush merë të hujnë që se si ki dë vendit të mirë. Na detyrimisht du me mi pas 8 lejtarë të vendorë shumë të mirë për me mujtë mi andimu ata. Kështu që futsalli mendoj që ka arrit shumë nalt, gjatë që edhe në vitin 2030 jemi në për herë të parë në lojrat mesdhetare, cilat do të mbahen në Prishtinë, futsalli do të jetë për herë të parë pjesë e këtij organizimi. Mendoj që sa i përket shpenzimeve 11 janë, domethënë me futboll, nëse atë janë 1 milion euro, te na me 100.000 euro, domethënë mendoj që jeni njëri prej klubeve favorite. Po problemi është që futsalli nuk shihet si derë për marketing, nuk shihet si derë për bizneset që me pa do më thonë marketingun, kurse shembull të dritan që fse ti je sponsor, atër ty të shë Europa, Feyenoord e këto, kurse të na është pak më e kufizume. Mirë po mendoj që jemi prej sporteve që kemi kontribu mjaft shumë në sportin e Kosovës edhe kemi sjellë shumë sukses e këtij vendi. Mirë shumë. Të dashur shikues, do shkojmë te rubrika jona e dini se, do ta shohim se çka kemi sot, edhe pse jo ndoshta ta komentojmë edhe me mysafirët që kemi në studio, shkojmë ta shohim se çfarë ka sot. Asnjë kombëtare nuk ka fituar më shumë se 2 kupa bote radhazi. Brazili
e ka fituar në 1958 dhe 1962 dhe Italia në vitin 1934 dhe 1938, pasi siç dihet, kampionati botror organizohet një herë në 4 vite, pra janë të vetmet që kanë mbrojtur me sukses titullin kampion. Sa do të arrijë Argentina? Edhe rrugës është një. Po, edhe një rrugë sa mund të arrijë Argentina, do të mbetet me u pa edhe me shiku se a do të arrijë Messi, po mos m'ja bo me hile për tjerë, që shka thonë djali jëtë fatas. Shpejt, sjellim edhe njerë sponsorët tonë për blerjet jashtë vendit. Starcard ju ofron mundësinë që transaksionet e juaja të ndani deri në 3 këste, mjafton të regjistroni në aplikacionin Tab Mobile, kështu ju keni më shumë kontroll dhe fleksibilitet në menaxhimin e shpenzimeve tuaja. Bira më mirë në vend, Bira Peja ju shoqëron në sonte adhuruesit e birës dhe të futbollit, ashtu quajtur birë bollerat me moton s'ka lidhje, a hupim a fitojna, gjithë kupa është e jona. Botërore sjell emocion, pasion dhe momente që mbeten gjatë në kujtesë, ku Aranta Kafe është krenare të jetë pjesë e çdo ndeshje dhe çdo feste, sepse gjithçka që ju duhet për të shijuar futbollin është një Aranta Kafe. Një falënderim i veçantë shkon për kompaninë Meraj, e cila u kujdes që çdo moment të këtij kampionati ta bëj edhe më të shishëm. Gjatë këtyre ditëve plot adrenalinë dhe gola mos harroni të shoqëroni ndeshjet e juaja të preferuara me shijen unike dhe kualitetin e padiskutueshëm të arave, frutave të thata dhe farave Meraj. Mirë, është koha që të shohim golat e ndeshjes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bosnës së Hercegovinës, e më pastaj kthehemi përsëri në studio. Jemi rikthyer në studio edhe na kanë mbetë edhe disa minuta bashk të flasim, po fillojmë kështu me Fatosin, cilën kombëtare po e sheh favorit Fatos, edhe për shkak që kanë qenë edhe gazetar sportiv, ndoshta edhe i ki përcjell shumë më shumë. Se di pse ja kombinati i Francës, nuk e di. Megjithëse gjithë këtu kush ka qenë e kanë pa favorit. Po favorit kështu, domethënë më i madhi, po masi nuk im dëgjuar fillim tash vetëm Blini është me Argentinën, unë jam me Argentinën, po unë me Lerikën kom një vijë, unë jam kon fans i Gjermanisë. Gjermania nuk është si përpora, nuk e di që e kong. Po më duket që mundësia e madhe për këta lejtarët e huaj të kontinenteve tjera, zhvillimin e Evropë edhe atë kulturë të Evropës që kanë qenë në vendet e tyre, e kanë bën një farë nivelizimit krejt kombëtarëve, cilat ma nuk po dihet një me kush është Gjermania e vërtet dhe kush është Franca e vërtet. Kështu që mendoj që Franca, Argentina e qefi jam i madh është Portugalia më bë kampion shkaku i Cristiano Ronaldo. Është normal të thotë na me Gjermaninë, po lidha mas pari si Francë, është normale sepse përpara na gjithë e dim që ka qenë kënaqësi, ta shifësh në Gjermani do të që gjithmonë nuk është dorëzuar deri në minutat e fundit dhe kjo ka qenë një vërtet shumë i madh i sportit, të cilëve ndoshta edhe ka qenë ndoshta edhe ajo pika që më shumë të ka ngrenë dashurinë për këtë mosdorëzimin, sepse ne e dim gjithë që sporti ai që dorëzohet gjithmonë është humbsi dhe ai që nuk dorëzohet gjithmonë është ai që lufton në fund edhe fituesi. Unë thash do thotë si fansi Gjermanisë, normalisht kam pas shef të Gjermania, se kanë shoh favorit. Ajo po dihet me lojë që zhvillu deri tani është Franca, ajo që duket si ma favorit, por dëshira ime është Zvicra, siç e thash më parë. Po me gjitha ato do të si favorit duket tani Franca, por shpresoj do të që unë nuk jam fan si Francës dhe nuk du t'jetë Franca. Dëshira është e Zvicra, po me gjitha ato do të edhe që një dëshirë tjetër shtesë është edhe normalisht Brazili, sepse Brazilin është, si që thamë, është e pamundur mos ta dush në futboll me ato atrakcionet që ata i kanë bo si kombëtari gjithmonë dhe me lojtarët atraktiv, cilë do të ka pas kënaqësi t'i shohim me ato driblimet e tyre. Kushtrim? Unë jam të njëjtën linje me Fatosin. Fatkeqësisht Franca është shumë e rrezikshme, i ka 3 lojtarë fenomenal, 3 lojtarë që njëri nuk din për cilës pozit më mbrojt për shembull kundër Francës, është edhe një bank shumë të fortë. Plus, mos flasim për bank, mirë po krejt po më duket e pas ke mërzi Francën edhe në që ashtu njëjtë jam. Realisht unë i kom pas 2 ekipe prej fillimit, portugesë dhe brazilianë. Kështu që shëndaj prapë. Portugestin kam shkojnë dyqyrë si Jacques Boll, po të shojmë sante. Dhe Lajda, të regom në shtëpi, kush jeni më këtë kusë kështu në sport? Cili më bani i natë kështu kur humbisni? Trenere apo... Jemi të dy me të drejten. Që të dy?
E vuajmë shumë të dytë, por edhe kur fitojmë jemi të dy që e përjetojmë realisht shumë. Ka raste kur i dhënoheni kështu në momente kështu? Jo, jo si përmbush detyrat e trajnerit? Jo, unë i përmbush detyrat e trajnerit, kur do trajner qovë në fushë, se në shpe, pyet juja. Sigurisht, diskutohet aty, por që... Po së tregoni. Derek, kjo është një, po, vetëm pak se kjo është një debat shumë i mirë ta hapim. Dhe lajda vetëm një minutë. Ndeshje që i kom pa Loriku e ka një strategji shumë të mirë, që kur për instruksionë ndaj Adelaidit ndim si fol aty. Do të thonë, se i thotë s'kom thonë kur që kjo do të thonë pastro. Ka nevoja me partim vërtet. Fakti e keni mundësi dikon komunesh me sundu, si trajner, se në shpet e dim, shpet e ka hupa e mundësi. Mirë se keni gjithë mundësi, ja? Se kemi atë mundësi, na pisat mundësi e kemi. Adelaida api të gjënë, se që këta të rëtë martunë, nësë jam hala, po... Dëgja është, mendoj, është sigurisht Loriku është shumë kërkues, përse përket stërvitjes ndeshjeve. Unë e mirë kuptoj, por që edhe Loriku besoj e ka shumë më të lehtë me mua, se unë jam një lojtare dhe shumë punëtore, mund të them, edhe ky e ka besoj shumë të lehtë këtë pjesë. Është fati mirë se ne kemi arrit që t'i ndojmë to. Normalisht do të thëtë në fushë, në stërvitje, Adelaida asnjëherë nuk është, në syrin tim nuk është gruaja ime, është një lojtare, si kombëtare, si në ekip, edhe kjo është edhe një ndarje e cila e ka sjellë edhe rezultatin. Kurse normalisht dihet aty në ta kthej pak në shaka, në fushë bosi Amone, kurse në shpe ndryshojnë pozita. Tharë mësë më thutë në shpe bosi, thash. Po, ta fajnë që për të për të. Në shkunë fushet, se me nojnë të shpija ka. Po ndrojmë tem, Adelaida, po ndrojmë tem shpejt. Da është shkët, në kanë metë pak minuta, po që do e shojmë kalendarin e këtër ndeshjeve edhe njerë dhe të 4 mysafirët do i pysim se kush mendojnë faktikisht që do t'jem favoritet e natës së sonshme. Kështu që po shkojmë shpejt, ta shojmë kalendarin. Këto janë ndeshjet, Spanja, Austria, Portugalia, Kroacia dhe Zvicra, Algjeria. Fatës shpejt, shkurt, Spanja, Austria... Spanja, po. Portugalia me Kroacin? Portugalia? Zvicra, Algjeria. Po, rrezikoj Algjeria. Për me bu me interesant, se di që jemi Zvicrën. Mirë, vazhdojmë, shtrim, Spanja, Austria. Spanja të e para jam. Të e dyta Portugalia, Kroacia, më të folë drejtën Kroati, kemi shumë mishtë mirë nga gara, e kom pas një support gjithë për ty në mirë, po për Portugest jam, dhe me ne që shkojnë, kurse të kjo e dyta Zvicra. Mirë. Adelaida, Spanja, Austria? Mendoj Spanja, Portugali, Kroaci, mendoj Portugalia, edhe Zvicra, Algjeri, e këtë ndeshjet e fundit mund të them Algjeria. Algjeria. Unë mendoj Spanja, në ndeshjen e dytë mendoj Kroacia, nuk e di pse, edhe të fundit normalisht Zvicra. Zvicra. Edhe po pësej edhe përshusë shumë që Zvicra të kalej për shkak normale granitit edhe pjesës tjetër. Kërin të fund, para se të ndohemi bashkë, do t'ju pysë me ndoni, dhe sa ti kemë sponsorët, se kush do t'a fitoj kampionatin botëror, jo nga dëshira fatos, po nga kush realisht me ndoni që do t'a fitoj. Po me ndona e po të mënirë pranë. Tash më të regon. Çdo pakesë me Star Card në post terminalet e bankës TEB ju shpërblen edhe me Star Pick, të cilat mund shfrytëzoni për blerje të ndryshme, ndërsa gjatë vitit mund përfitoni edhe nga kampanja ekskluzive dhe oferta speciale të dedikuar për klientët e Star Cardës. Bira më e mirë në vend, Bira Peja, e shoqëron në sonte adhuruesit e birës dhe të futbollit, të ashtu quajtur birë bolerat me motën s'ka lidhje hupi ma fitojna, gjithë kupa është e jona. Botërore sjell emocion, pasion dhe momente që mbeten gjatë në kujtesë. Quaranta Cafe është krenare të jetë pjesë e çdo ndeshje dhe çdo feste, sepse gjithçka që ju duhet për të shijuar futbollin është një Quaranta Cafe. Një falënderim i veçantë shkon për kompaninë Meraj, e cila kujdes që çdo moment të këtij kampionati ta bëjë më të shishëm gjatë këtyre ditëve plot adrenalinë dhe gola. Mos harroni të shoqëroni ndeshjet e juaja të preferuara me shijen unike dhe cilëtetin e padiskutueshëm të arave, frutave, tata dhe farave Meraj, shije që bashkon misht para ekranit. Patos, Franca. Pse Franca? Vetëm një, se në fund kemi kështu mirë. Jo, favoriti kryesor është Franca. Për shkak që në fund kur t'juftojnë gjithë, fanzon kështu, ata që ja qellojnë ditën e fundit, janë favorit për me ardhë. Kështu që ndoshta
Ti po thu Franca, po mundesh me gjenë ndonjë befasi që me ftu, se për Francën Maroko, befasi. Marok. Kushtrim? Dhe gjallë, unë jam si fatosi kështu, po unë definitivisht të pos parasysh Brazilin si Brazil edhe një trajner që e ka Ancelotin, unë prapë në bes një farë laiku të Brazili. Të Brazili, me ndonë që Brazili. Dhe Lajda, kush me ndonë që të ta Besnik e Brazilit. Me Brazili. Po, patjetër. Ta shohim Leriku apo është besnik edhe ndaj dëshirës Brazili apo s'ka këto. Unë jam të Argentina. Të Argentina. Argentina. Mendoni që mundet me rifitu ose me mbrojt më mirë? Mendoj, nuk e di pse mendoj se Argentina, në atë kuptimin ne e thamë se Franca o favorit, po du ta mendoj kështu me ndryshe në atë kuptimin me një mendim ndryshe Argentina. Ke shku në fund, deshit ashme, kur i ka Kosova, edhe me ekip, po edhe reprezentacioni? Po, Kosova është pjesë e lojrave mesdhetare në Taranto të Italisë. E kemi në grup një ekipet fuqishme, si që është një fuqi botërore Turqia, gjithashtu Greqia. I kemi edhe dy ekipe me cilat mendojmë të luftojmë, Algjeria, Macedonia. Me Macedonini kemi pas dy ndeshje miqësore, kemi arrit të fitojmë të dyjat. Shpresojmë që edhe në lojrat mesdhetare të arrim rezultat pozitiv. Gjithashtu mendojmë me Algjerin të luftojmë, edhe qojmë për një pozitë sa më të mirë dhe sa më lartë. Dhe Lajda besoj që do t'jeni në formë. Sigurisht, me si po i presim, jam shumë entuziaste. Juroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Kushtrim? Gara e ashme? Zakonisht një ku gara të mdoja, kampionatin botnor, këtë vit menoj vetëm të kampionati botnor. Mu kanë bo shumë... Kur do t'jetë? Në nëntor, mu kanë bo shumë titujt evropianit, balkanikut, botrorit. Nuk kanë mitë edhe shumë vjetë me vazhdu këtë sport, kështu që menoj ndoshta si vjetë botrorin dhe veç Me përmbyll, a? Fatos me futsal, që shenë planet? Kur fillon sezoni? Kemi përfundu sezonin, mirë po t'i bëjmë një, se këtu jem vetëm një klub, po dëshira e me madhe është ta shoh futsalin përgjithësi mirë. Mendoj që në gusht, në fund në gushtit do t'jetë gara preliminare rand, ku rivali ynë Drenica do të jetë për herë të parë në atë garë. E mendoj që për kraja nuk do t'i mungon, sepse kanë një tifozeri të flakt, e që e bën futsalin më të pasur, edhe që na shtynë edhe neve tjerve që të jem konkurues me secilin prej skuadrave edhe kundrejt kampionit aktual. Unë të shoj shumë suksese Drenicës në këtë kompeticion që ta përfaqësojnë jo vetëm klubin e tyre, por gjithë futsalin në Kosovë. Unë ju falenderoj shumë po. Miri i Drenicës do thotë që ata e kanë një tifozeri të shkëlqyer, do thotë shqiponjat, cilët do thotë për mendimin tim ndër tifozët më korrekt në Kosovë dhe shqiptari, po gjithashtu edhe të flaktë që dojnë sportin me të vërtetë siç duhet me dashur. Kështu që fati mirë për Drenicën, se nuk munda pa i përmend se e kam një dashuri të veçantë për tifozët e Drenicës. Falenderoj shumë, shumë falenderoj, është Ignaci. Të nderuar shikues, ne do shihemi nesër e ju vazhdoni të qëndroni me radio televizionin e Kosovës. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.